nga një person me mjet tip Audi, i cili e ka larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Do të kem në këtë çast me njëherë kolegen Albana Alie, e cila do të na jap detaj më të thjeshtë sa i përket të zhvillimeve që vijnë nga qyteti Durrësit dhe personat të cilët tashmë janë arrestuar në lidhje me këtë ngjarje. Albana, mirëmëngjes, përshëndes. Eneda, ju përshëndes. Në fakt pas arrestimit Altin Docit ditën e djeshme rreth orës pikërisht në momentin ku po mbahet ceremonia Aratisjes, Albana, që t'jemi më korrekt. Një lapsus i vogël. Yes, pas aratisjes Altin Docit pikërisht ditën e djeshme pranë repartit e infektivit në spitalin rajonal të Durrësit, ku ishte i shoqëruar nga 5 efektivë të burgut, në fakt pikërisht pranë spitalit të infektivit ditën e djeshme, është aratisur në momentin që ka ardhur për mjekim pranë këtij repartit. Ndërkohë që bëhet me dije se pikërisht është bërë arrestimi i 8 personave pra nga për shpërdorim të tyre. Pikërisht arrestuarit janë Aulon Quko, Desmir Pezaj, Dorian Saraçi, Sali Ferullari dhe Preng Marvinaj, Fatjon Baçi, Arjanit Qela dhe Violita Uka. Këto janë fakt të arrestuarit për shkak të shpërdorimit të detyres pas aratisjes Altin Docit ditën e djeshme pranë repartit të infektivit pranë qytetit Durrësit. Në fakt, kjo mund të themi ishte një përgatitje për aratisjen e tij, pasi është larguar nga kati i tretë pas një goditje me grushte, një ndër gardianëve të cilët e shoqëronte pranë spitalit rajonal të Durrësit, është larguar me vrap nga ajo çfarë kemi parë nga kamerat e sigurisë ditën e djeshme, është larguar duke zbritur shkallët e daljes dhe me pas një Audi ka qenë duke e pritur pikërisht në dalje të parkingut pranë maternitetit dhe më pas është larguar gjatë itinerarit drejt rrugës së spitalës. Rreth rrotullimi i Universitetit Aleksandër Mojsiu ka arritur në mbikalim dhe makina më pas është larguar deri tek mbikalimi i plepave, pra rrotullimi i plepave drejt autostradës së Rogozhinës. Pra automjeti tip Audi e ka pritur jashtë ambienteve të spitalit, po thua, apo jo? Në fakt ka qenë pikërisht automjeti duke e pritur i shoqëruar nga një person tjetër jashtë ambienteve të spitalit, pranë portës, pra hyrjes traut, kur bëhet pagesë për të hyrë renta në parkingun e maternitetit të Durrësit, pra ku është dhe parkingu i madh i spitalit, ndërkohë që siç theksova, makina ka përshkruar një itinerar duke u larguar drejt spitalës rreth rrotullimi i Shkozetit, duke kaluar nga autostrada e madhe drejt Rogozhinës dhe më pas kamerat e sigurisë, pra ajo çfarë dhe policia e Durrësit deri drejt mbikalimit të plepave, pra që makina është larguar nga Rogozhina. E qartë. Ndërkohë, gjatë kësaj kohe, policia i është vënë në ndjekje automjeti që ka pritur më saktë Altin Docin, apo kjo gjë është konstatuar më vonë, pasi gjithmonë në portën e spitalit rajonal të Durrësit kanë qëndruar historikisht automjetet të policisë. Ndonë se nuk ka patur gjithmonë rastet të personave të cilët mund të kenë patur probleme. Në fakt, ngjarja ka ndodhur pikërisht në momentin, siç theksova, ka qenë një aratisje e mirë përgatitur, pasi ka ndodhur pikërisht në momentin ku ka qenë duke u zhvilluar ceremonia e 113 vjetorit të policisë dhe gjithë vëmendja e policisë ka qenë pra te drejtoria vendore e policisë dhe në terren nuk ka pasur forcat e policisë dhe automjetet e policisë as në për patrulla dhe as tek dera e spitalit të Durrësit. Ata janë larguar më së miri duke deri në momentin kur është lajmëruar policia për aratisjen e tij nga spitali rajonal i Durrësit. Në Albana kemi 2 momente të videos, pra momenti i parë është kur ai futet në ambientet e spitalit, i shoqëruar por pa pranga, ndërsa momenti i dytë është kur largohet. Pra me sa duket edhe kjo ka qenë e mirë menduar nga ana e tij, apo çfarë mund të themi lidhje me sigurinë konkretisht? Pra mund të ketë bashkëpunëtor në këtë rast edhe në radhët e policisë?
Në fakt e është fakteksuam, kanë qenë 8 të arrestuar nga policia e Durrësit, ndërkohë që për shpërdorin të tyre për shkak të arratisjes Altin Docit, ndërkohë që siç theksova një plan i mirë menduar mund të ketë qenë arratisja e tij që nga vëzhgimi i kamave që kemi parë që nga hyrja në momentin që është shoqëruar drejt repartit të infektivit në qytetin e Durrësit, në orarin pikërisht që është shoqëruar dhe në momentin që është larguar. Pikërisht 30 sekonda mbasi kemi parë kamerat është lëvizur, pra ka dalë pikërisht Altin Doci me vrapë nga shkallët e këtij reparti me ndihmën e operatorit, ndërkohë që është dashur vetëm 30 sekonda ka kamera që të dalë dhe efektivi ka dalë dhe gardiani bugut i cili ka shoqëruar Altin Docin pikërisht për ta arritur, për ta arrestuar, pikërisht ka gjuajtur me një plumb, ndërkohë që gëzhojat ishin tek shkallët e repartit këtu të efektivit dhe ai